Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, vendosi të ishte i pranishëm në UFC 314, turneu i arteve marciale të përzira që u zhvillua në Miami të Floridas. Në momentin që hyri në arenën ku u zhvilluan dy luftimet e kësaj disipline sportive, kreu i shtëpisë së bardhë u prit me ovacione nga një pjesë e publikut, teksa u dëgjuan edhe thirrjet SBA, SBA. Në këtë eveniment, presidenti Donald Trump ishte i shoqëruar nga sekretari i shtetit Marco Rubio, Elon Musk, drejtuesja e inteligjencës kombëtare Tulsi Gabbard dhe ai i FBI-s Kash Patel. Presidenti Trump, mes të tjerëve, përshëndeti edhe komentatorin Joe Rogan dhe ish basketbollisti Shaquille O'Neal. Ndërkaq, në publik ishte edhe sekretari i shëndetësisë Robert Kennedy Jr. dhe bashortja e tij Cheryl Hines. Trump shtrëngoi duart edhe me Robert Kennedy Jr., por përdoruesit e rrjeteve sociale të vëmendshëm vure që ai nuk e bëri këtë me Cheryl Hines, duke ia lënë dorën der. Gjithsesi, në imazhet e tjera nga arena, shfaqi presidenti Trump pranë sekretarit të shëndetësisë dhe bashortes së tij, duke biseduar me të dy.